Përshëndetje, në këtë video të mësojmë për pozicionet apo alignment. Po e marë katrorin këtu edhe po e krijoj me CTRL. Shikone. Edhe po e rriti këtë njërë. Pastaj po e marrë një katrorit vogël edhe këtë po e krijoj me CTRL. Po klikoj për në ngjyrën. Edhe shikone. Tani, po i selektoj të dyat, edhe nëse klikoj C, kjo e qetë katrorin e vogël në center. Në center në mënyrë horizontale. Nëse klikoj E, e qetë center në mënyrë vertikale. Shikone. Nëse klikoj L, i bjen left. Nëse klikoj R, e vendos right. Nëse klikoj T, shkon top lartë, edhe nëse klikoj B është bottom poshtë. Shikone. R, L, C, E, T, B. Më thonë, këto janë shkurtesat që na mundsojnë neve me vendos pozicionin e formës. Shikone edhe njerë. C është center në mënyrë horizontale. E është center në mënyrë vertikale. L është left, do më thonë majtas, R është right, djathtas, T është top, lartë, edhe bottom apo B është poshtë, B, shikone. Kështu që, kur fshi këtu, pi marrë disa shembuj, po e krijoj një katror me CTRL, e pastaj që po i bëj ngjyrën e kuqe, CTRL D po i bëj duplikat disa, edhe po i vendos si kështu. Selektoj të gjitha, po i zbukloj pak. Okej. Nëse i selektoj këtu, klikoj E. Shikoni se bëhen. E. Edhe nëse klikoj Shift E, shikoni kjo e gjon proporcionin, hapësirën e barabartë e bon. Do më thonë, me E i bona njërë horizontale, po Shift E i rregulloj. Por prap, që tash po klikoj këtu, po i rrotulloj me CTRL, shikoni, kështu në këtë pozicion. Edhe po i lëvizji pozicionet. Mjafton me selektu këtu, klikoj C, shikoni si bën drejt, por nëse klikoj Shift C, shikoni që shë gjenë mesatorën e hapësirës, të gjitha janë të largura në mënyrë proporcionale. Okej, po i fshi këtu. Pra po e bëj CTRL D vetëm këtë. Po e rriti me kështu. Po e ndroj ngjyrën. Tash, nëse klikoj këtë parën, pastaj me Shift e klikoj edhe këtë, edhe klikoj CTRL C, do më thonë apo lëviz këtë rast, kjo që selektova të parë, shikone. Këtë, pastaj Shift këtë, edhe klikoj E, kjo lëviz kjo. Por nëse klikoj të parën, shan që për lëvizje, nëse klikoj të parën këtë, pastaj Shift këtë, edhe klikoj E, shikoj lëviz ajo që e kom kliku të parën, që me ditë cëla me të lëviz. Për shembull, shikoj në njerë. Kjo po du me lëviz me shku lartë, po e selektoj këtë parën, pastaj Shift këta, edhe ku ta klikoj E, lëviz kjo. Por nëse du kjo me lëviz me artë të kjo, shku që klikoj këtë parën, pastaj klikoj këtë me Shift, pastaj vetëm E-ën edhe shikone. Nëse klikoj C e qetë center. Po tani nuk po duket se kjo lartë, kështu që me CTRL edhe me page down, kjo shkon po shikone. Prap, po du kjo me shku në qendër këtu, e kom selektuar këtë parën, pastaj klikoj këtë, klikoj C, E, më thonë lëviz vetëm kjo që klikova të parën.